i licencum, Kresha ka një këndvështrim shumë specifik në futboll që është jashtëzakonisht kreative, sepse mundësit kalkulimeve taktike janë shumë të mëdha. Kresha i bën mas miri, pa dasht me komplementu, për me liftu sinqerisht, por me që nuk është hera e parë që jemi në studio, mënyra se si çfarë këndvështrimi ka Kresha është Kur del për vetë vendosjes, që të në kongë Kresh, tropën. Ama kur del, se tash në partisë, se rogë. Mos të nguqë me politikë, se tani dolim keqë, komplimenton këto për vetë vendosje. Jo, se vetë vendosje ka dinamikat të caktuara. Se tash është prova me dinamikë caktune të kontribu për vetë vendosjem. U mundova konceptet e projekteve me i tregu Ismetit, po s'kemi mujtë mu pajtu kur i thash se një projekt ka dinamikë caktume, kur ndërtohet, në përfaza, në për periuda, kur bëhet fizibiliteti, i ti caktohen krejt. Atë të ishte më mirë të themi dinamike planifikuar, prof? Dinamika se si do të realizohet ai projekti, është të caktume. Në vitin e parë, a do të marrohet s'pari shtegu, apo fusha. Prandaj është me dinamikë caktume, po pajtosh? Po, në pajtona me që gjithçka është një proces. Po, problemi të na është që na shqiptarët jena